Mjeku veterinar Arben Qavzezi është zgjidhur antar i Këshillit Kombëtar të Urdhrit Profesional të Mjekut Veterinar të Shqipërisë, duke u renditur i pari në qarkun e Korçës, me 43.3% të votave në procesin e zhvilluar me votim elektronik. Qavzezi u shpreh se do të përfaqësojë me përgjegjësi, transparencë dhe dinjitet veterinerët e qarkut në forumet kombëtare të profesionit. Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar është organi më i lartë legjislativ, i cili ka si detyrë zhvillimin veterinarisë, ngritjen teknike profesionale të veterinerëve dhe njëkohësisht përmirësimin e performancës të etikës veterinare. Përfaqësohet nga 2 organe kryesore, që është Asambleja, e cila jep politikat, direktivat, dhe komiteti, i cili përmbet nga 21 anëtar, komiteti kombëtar i urdhrit, i cili përmbet nga 21 veta dhe përfaqësohet nga 12 qarqe të Shqipërisë. Veterinaria në legjislacionin e kaluar ka arritur disa suksese, u organizua vjet për herë të parë Kongresi Ndërkombëtar i Veterinarisë dhe njëkohësisht u njohitëm nga Federata Evropiane e Veterinerëve ose FEVE. Qarku i Korçës është një nga zonat më të rëndësishme blegtorale në vend, me një numër të konsiderueshëm firmash të gjedhit, të imtave dhe shpendëve. Forcimi i shërbimit veterinar është i domosdoshëm për parandalimin e sëmundjeve infektive, rritjen e produktivitetit në ferma dhe mbrojtjen e konsumatorit. Në botë, fizionomia e veterinarisë është një shëndet. Çdo të thotë një shëndet. Një shëndet do të thotë që të ketë kujdes shëndeti i kafshëve, shëndeti i njerëzve dhe shëndeti i mjedisit. Nëse njëra nga këto çrregullohet, atëherë do të thotë që nuk kemi shëndet. Mjeku human shpëton njeriu, kurse veterineri shpëton njerëzimin. Çdo të thotë kjo, do të thotë që një e mirë e një veterineri ka shtrirje më të gjerë në komunitet, një veprim i keq i një veterineri ka një shtrirje të gjerë në komunitet. Për shembull, nëse një veteriner nuk bën një kontroll të mirë të cilësisë ushqimore, për sigurinë ushqimore, kjo dëmton jo një njerëz, por dëmton një komunitet të tërë. Ose nëse një veteriner përdor me kriter antibiotikët, atëherë nuk kemi rritje të rezistencës antibiotikëve. Kjo ndikon në veprimin me efekt të antibiotikëve nëse ato nuk kanë krijuar rezistencë. Kështu që sfera e veterinarisë është shumë e gjerë. Në një rajon me traditë fortë blegtorale si Korça, përfaqësimi i veterinerëve në strukturat kombëtare konsiderohet një mundësi për të adresuar më mirë sfidat e sektorit dhe për të mbështetur zhvillimin e fermave lokale.